Gjethet e hithrës I japin lamë të mirë diabetit dhe trajtojnë këto 5 sëmundje. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjethet e hithrave mund të shërojnë prostatën dhe të trajtojnë gjithashtu luhatjet e sheqerit në trup. Edhe pse jo shumë njerëz janë të vetëdijshëm për këtë, gjethet e hithrave kanë pasur veti të shumta medicinale dhe mund të trajtojnë njësër komplikacionesh të tjera siç mund të jenë edhe luhatjet e sheqerit në trup. Medikamente të ndryshme që përdorim kundër alergjive nuk bëjnë asgjë më shumë përveç trajtimit të simptomave, ato kur nuk kanë qenë në gjendje të zgjidhin probleme themelore për alergjinë, por për fat të mirë na vjen në ndihmë gjetja e hithrës dhe përdorur në mënyrën e duhur mund t'jap shumë vlera në dobi të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për përgatitjen e çajit, shtoni një lugë çaji gjethe hithra në një gotë me ujë të nxehtë. Pastaj e mbuloni kupën dhe e lini për 5 minuta përpara se të shtypni atë. Pini disa gota çaji çdo ditë ose shtoni hithrën në ushqimet tuaja dhe sallata në mënyrë që të përfitoni nga kjo bimë. Gjethet e hithrës gjithashtu mund të përdoren për dëmtimet e lëkurës, djegje dhe problemet të ndryshme të saj. Këto janë disa nga përfitimet shëndetësore kryesore të hithrave. Ato pastrojnë gjakun dhe luftojnë bakteriet, trajtojnë simptomat e reumatizmës dhe përdhesit, nxisin prodhimin e qumshtit, luftojnë infeksionet e veshkave dhe traktit urinar, përmirësojnë edhe qarkullimin e gjakut, eliminojnë mukusin e grumbulluar në mushkëri, luftojnë hemoroidet, lehtësojnë problemet e hekurit, luftojnë zbokthin dhe rënien e flokut, rregullojnë nivelin e sheqerit në trup, forcojnë flokun dhe thonjtë tuaj, përmirësojnë shëndetin e funksioneve të veshkave dhe konsumi I tyre në dietën tuaj të rregullt mund t'japin njësër elementësh pozitiv në rritjen e cilësisë së tij. Hithrat janë në një burim I jashtëzakonshëm I elementeve medicinal që kanë përfitime të shumta për shëndetin tonë, prandaj përdoren edhe në mjekësinë tradicionale që në kohët e lashta. Qytetrimet e lashta e përdornin hithrën edhe për të trajtuar problemet e artritit dhe dhimbjet e shpinës, ndërsa romakët e përdorin atë edhe për ngrohje. Është e pasur me vitamina, me minerale, polifenole dhe gjithashtu substanca të tjera të dobishme që kanë efekte pozitive në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por cilat janë vlerat medicinale të konsumit të hithrës? Hithra është e pasur me lëndë ushqyese si vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitaminat gjithashtu të kompleksit B, dhe gjithashtu ato japin edhe rezultate shëndetësore mjaft të rëndësishme në rritjen dhe përfitimin e vlerave të trupit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përfshirja e hithrave në dietën tuaj mund të jetë një zëvendësues shumë I mirë kundër këtyre shqetësimeve. Ato, për shkak të bllokjeve të vitaminave dhe mineraleve që përmbajnë, hithra është një burim shumë I mirë I rritjes së vlerave të imunitetit, duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Hithra është gjithashtu e njohur edhe për vetitë e saj antiinflamatore, që e bën atë shumë të dobishme në artrit dhe sëmundje të tjera. Është dëshmuar se është jashtëzakonisht efektive në luftën kundër alergjive. Gjithashtu ndihmon edhe kundër komplikacioneve të tyre. Ajo ndihmon edhe në detoksin e trupit, mbështet shëndetin e mëlçisë dhe përmirëson gjithashtu shëndetin tuaj të veshkave. Gjithashtu hithra mund të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Hithrat mund të përdoren si një përbërës ushqyes që mund t'japin gatimeve edhe efektet e tyre të jashtëzakonshme ushqyese. Gjethet e saj janë të ngrënshme nga të gjithë dhe gjithashtu mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e vlerave të trupit. Ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe me element të shkëlqyer që një dietë e shëndetshme mund t'i ofrojë edhe për mbrojtjen e organizmit dhe fuqizimin e tij në mënyrë të rregullt. Është e rëndësishme që ato t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke u përgatitur në menun e duhur dhe gjithashtu edhe duke ofruar si një zgjidhje efektive, ato mund t'jenë një trajtues shumë I mirë I komplikacioneve të organizmit. Hithra është e njohur në latinisht si Urtia dionica dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan nga çaji I hithrave ose uji I saj përmban gjithashtu vitaminën A
vitaminën B, K, riboflavin, niacin, folat, gjithashtu edhe nivele të mira të karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të mira të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, magnezi, mangani, zinku dhe gjithashtu nivele të mira të bakrit. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hithre në ujë. Mund të shtoni gjithashtu edhe një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese më të mira të hithrës në dietën tuaj sipas Healthy Side. Ato do të parandalojnë formimin e gurve në veshka dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshkat dhe nga fshikza, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e saj. Lëngu i hithrës është një produkt shumë i mirë edhe për të parandaluar formimin e gurve dhe problemet e infeksioneve të traktit urinar. Ai do të lehtësojë edhe dhimbjet e gjymtyrëve dhe dhimbjet e muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ajo ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzema dhe sëmundjet të tjera të lëkurës për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe lehtëson edhe problemet dhe irritimet e lëkurës. Ajo parandalon dhe lehtëson problemet e ndryshme të alergjive. Lëngu i hithrës mund të lehtësojë alergjinë për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet, rrintitet dhe të shtimat. Lëngu i hithrës është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Grështat zana mund ta përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar edhe problemet gjatë menstruacioneve të tyre. Lëngu i hithrës është një produkt fantastik, i cili mund të përfshihet në dietën tuaj edhe për të përmirësuar tretjen efektive. Pini lëngun e hithrës në mënyrë që të parandaloni problemet të dispepsisë, të vjellat, kolitin, parazitët gjithashtu edhe sëmundjet të tjera të traktit tretës. Janë një zgjidhje shumë efektive për kolesterolin e keq. Hithrat përmbajnë beta-acistosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një shëndet të zemrës më të mirë. Hithrat do të ruajnë gjithashtu edhe shëndetin e duhur të kolesterolit në gjak. Ato përmbajnë element që thithin këtë nivel të yndyrnës dhe sigurojnë zemër të shëndetshme. Ato do të ruajnë gjithashtu edhe strukturën e qelizave të shëndetshme. Hithrat janë të pasura me flavonoide si quercetin, të cilat janë antioksidant të shkëlqyer. Lëngu i tyre ndihmon edhe në mbrojtjen e ADN-s. Dhe gjithashtu hithrat janë një produkt fantastik, edhe për persona të cilët kanë probleme me sheqerin e lartë ose edhe probleme të cilat mund të ndikohen edhe nga diabeti. Lëngu i hithrës mund të përdoret për të përmirësuar nivelet e sheqerit në trup. Ai ka veti të mira diuretike të cilat do të ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele më të shëndetshme. Gjithashtu, hithra është një produkt fantastik edhe në reduktimin e këtyre shqetësimeve. Konsumi i hithrave në dietën tuaj mund të përmirësojë edhe higjienën tuaj orale. Përdoreni vazhdimisht në dietën tuaj lëngun e hithrave në formë gargare ose edhe të pastroni gojën nga bakteret e dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erën e keqe të saj. Por tregoni kujdes. Personat që kanë probleme me stomakun, grashtat zana dhe fëmijët duhet të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithrës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në mënyrë të ngjashme me përdorimin e saj. Hithra është një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj. Ajo mund të ofrojë edhe një zgjidhje në lehtësimin e komplikacioneve të trupit, por nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të konsumoni hithrat, atëherë duhet të konsultoheni edhe me mjekun tuaj për të evituar komplikacionet në ndikimin që ato mund të kenë në shëndetin e përgjithshëm. Është e rëndësishme të përdoren me kujdes dhe gjithmonë në sasinë e duhur. Asnjëherë mos e teproni pasi në të gjitha rastet mund të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.